Në fshatin Gur, Era kalonte fort përmes gurëve dhe rënkonte midis çative. Ishte fundi i dimrit. Tymi nga oxhaqet ngrihej shtrembër. Toka ende e lagësht nga ngrica e natës. Tefiku nuk u largua më herët si më parë. U ngrita ngadalë me duart pas shpine dhe shkova te dera vetëm për të parë qiellin. Zar, qeni, po e priste atje. I ulur me bishtin në tokë dhe me sytë që ndiqnin çdo hap të plakut. Ai nuk lehte. Unë nuk kërkova asgjë. Unë isha thjesht. Siç ka qenë gjithmonë. Tefiku nuk foli shumë. Ai dha gjysmë bukë të thatë. Ai e kaloi dorën mbi kokën e kafshës një herë dhe ul përsëri në stolin prej guri. Ti je më besnik se gjithë njerëzit, Zar, ti je më besnik se të gjithë njerëzit, Zar, thoshte ai ndonjëherë, pothuajse pa zë. Zar e tundi bishtin ngadalë. Unë nuk kërceva. Unë nuk bëra fes. Ai vetëm mbështeti hundën në gjurin e plakut dhe pshërtiu. Rruga e Gurt ishte bosh. Jeta atje rodhi me ritmin e djegjes së druve të zjarr. Tefiku kolliste ndonjëherë. Dora e tij shkoi në gjoks, por e fsheu. Po shikoja gjethet e pemës së kumbullës që nuk kishin mbir ende. Nga vija prap pranvera po vjen përsëri, pëshpëriti ai. Zar u shtri në anë. Vesh drejt. Sytë gjysmë të mbyllur, por të vëmendshëm. Atë ditë, Era papritmas pushoi. Pa paralajmërim. Asnjë gjethe nuk lëvizi. As edhe një zile dhije nuk ra. Dhe Zar nuk u shtri. Ai u ngrit në këmbë. U ndal. Sikur të kishte dëgjuar diçka që askush tjetër nuk e kishte dëgjuar. Dhe atje, midis kërcitjes së portës së vjetër dhe heshtjes së qiellit, diçka tashmë kishte filluar të ndryshonte. Por askush nuk e vuri re. Vetëm qeni. Të nesërmen në mëngjes, askush nuk e pa Tefikun. As te dera, as mbi stolin prej guri, as te gryka e ujit. Perdja e dritares ishte ende e mbyllur. Dera e përparme, hapur si gjithmonë. Por drita e kuzhinës, të cilën ai e ndizte çdo mëngjes për të bërë çaj, nuk ndizej. Ai ishte i pari që e vuri re, bukpjekësi. Oh, më vjen shumë keq, ai nuk doli sot. Zar ishte aty, në të njëjtin vend si gjithmonë. Ulur para derës. Por kishte diçka të ndryshme në sjelljen e tij. Nuk e lëvizi bishtin. Nuk shikova anash. Nuk reagoi ndaj zhurmave të rrugës. Kokën poshtë. Vështrimi i tij u ngul mbi drurin e derës. Trupi është ende sigur. Fëmijët vrapuan pranë tyre si zakonisht, por askush nuk guxoi të afrohej. Zar nuk rënkoi. Por ai gjithashtu nuk lejoi askëm t'i afrohej. Fqinja matan rrugës kryqëzoi krahët në balkon. Thuaj, ka diçka. Dhe atëherë erdhi nata. Era filloi të frynte më fort. Pulat erdhën në shtëpi për të fjetur herët. Kambana e kishës ra me më shumë jehon. Dhe Zar u lëriti. Nuk ishte me zë të lartë. Jo gjatë. Ishte mirë. Pritini. Një tingull që i bëri të dridhen në shpinë kujtoi që e dëgjoi. Ai bërtiti një herë. Pastaj një tjetër. Pastaj ai heshti përsëri. Askush nuk guxoi të ndërhynte. Berberi më i ri komentoi, kjo shumë e ndjen fajin para nesh. Kjo kafsh e ndjen humbjen para nesh. Natën e dytë, e njëjta gjë. Zari nuk lëvizi. As për të ngrënë. As për të pirë. Në të tretën, qielli u pastrua pak. Por drita në shtëpinë e Tefikut ishte ende e fikur. Dhe qeni është ende aty. Gjallë. Por si dikush që ruan diçka që askush ende nuk ka pasur guximin ta shohë. Ditën e tretë, bukpjekësi kaloi përsëri pranë shtëpisë. U ndal. Ai shikoi. Ai rudhi vetullat. Dritarja është ende e mbyllur. Drita është ende e fikur. Qeni në të njëjtin vend. Ulur. Sy të fundosur. Pa ja dridhur syt. Jo, kjo nuk është më normale. Jo, kjo nuk është më normale, murmuriti ai. Ai e thiri fqinjin. Pastaj dhëndri i saj. Pastaj djali nga dyqani ushqimor. Askush nuk donte të ishte i pari që do të hapte. Por askush nuk donte të vazhdonte të priste. Djali u kthye.
Ai u përpoq nga njëra anë. Dera e pasme ishte paksa e hapur, por e rëndë, sikur diçka e mbante në vend. Ai shtyu ngadalë. Ai u përpoq shumë. Aroma erdhi e para. Pastaj, heshtja më e rëndë se të gjitha të tjerat. Brenda, çajniku ishte ende mbi sobën e ftohtë. Karrigia u përmbys. Shamia e tefikut në mbështetëse. Në dhomë, plaku ishte shtrirë. Mënjan. Sikur thjesht po pushonte. Fytyra e qetë. Këmbët e mbuluara. Dora mbështetur mbi bark, si zakonisht. Nuk kishte asnjë britm. As nuk qaj me zë të lartë. Fqinji bëri shenjën e kryqit. Bukpjeksi hoqi kapelen. Djali uli syt. Ka mbaruar. Ai mbaroi. Por kjo është ajo që ndodhi më pas. Që askush nuk e harroi. Zar hyri nga dera e përparme. Ai kaloi midis këmbëve të burrave. Nuk funksionoi. Ai nuk lehte. Ai shkoi drejt e në dhomë. Ai u ndal në buzë të shtratit. Qëndroi aty. Hunda pothuajse prekte batanien. Trupi dridhet pak. Pastaj ai u shtri. Askush nuk pati guximin ta nxirrte që andej. Fshati filloi të organizohej vetë. Ata e vendosën arkivolin në verandë. Dru i thjesht, i papërpunuar. E mbuluan me një çarçaf të bardhë dhe disa lule të thata. Trupi u vendos me qetësi. Ruzaren në dorë. Gjaketa e zakonshme. Por Zar nuk u largua nga ana e tij. Kur u përpoqën ta mbyllin kapakun, ai gromëriu. I ulët. Firmë. Ata ndaluan. Lereni. Lëre. Ishte gjyshja nga rruga sipër që e tha këtë. Dhe të gjithë ju bindën. Sepse në atë moment nuk ishte thjesht një qen që ruante pronarin e tij. Ai ishte i fundit që ende dëgjonte heshtjen, ashtu si tefiku. Arkivoli u çua në faltoren e fshatit, pranë kishës, nën fikun e madh. Do ta varrosnin ditën e tretë, sepse prifti i qytetit mund të vinte vetëm më vonë. 3 ditë aq sa zgjat trupi mbi tokë. 3 ditë kaq mund të pres trupi në tokë, tha njëri nga pleqtë. Ata e mbuluan arkivolin me një çarçaf të pastër. Ata vendosën lule të kuqe sipër. Pranë saj, ata lanë një qiri të ndezur brenda një gote. Zar mbërriti para qiriut. Ai u shtri në anën e majt. Koka mbështetur në dru. Putrat janë të përkulura. Syt hapur. Dhe aty qëndroi. Nuk lëvizi. Ditën e parë, askush nuk donte të na pengonte. Njerëzit kalonin pranë në heshtje. Disa sollën lule, të tjerë lanë bukë. Një djalë u përpoq t'i jepte ujë Zarit. Ai as nuk shikoi. Oh, jo, nuk është. O Zoti i madh. Ai nuk ka uri. Ai ka dhimbje, tha një grua. Qeni nuk qau. Ai nuk lehte. Por trupi i saj fliste shumë. Ditën e dytë, erdhën më shumë njerëz. Njerëz nga jashtë. Njerëz që as nuk e njihnin tefikun, por kishin dëgjuar për qenin. Ata erdhën për të parë. Por askush nuk qeshi. Askush nuk foli me zë të lartë. Zar ishte ende aty. Pa gjumë. Pa u ngritur. Pa u larguar as edhe për një çast. Dielli po shkëlqente mbi leshin e tij. Në pasdite erdhi i ftohti. Megjithatë, ai nuk lëvizi. Ditën e tretë, i gjithë fshati e mori vesh. Fëmijët ishin të qetë. Burrat i hoqën kapelat ndërsa kalonin. Edhe prifti, me të mbërritur, u ndal dhe e vështroi me vëmendje. Ti je një luftëtar. Ky ruan kujtimin. Ky nuk ruan një arkivol. Ky mban një kujtim. Kur ra nata, ata ndezën më shumë qirin. Zar ishte ende aty. Si një statuj e gjallë. Si dikush që nuk e pranoi fundin. Si kur të mos ruante vetëm trupin. Por pranin e fundit të botës ai e njihte. Dhe askush nuk guxoi ta largonte që andej. Dita e tretë mbërriti me një erë të qetë, më të ngrohtë se zakonisht. Qielli ishte i kthjellët, por ajri ende kishte shije dimri. Prifti ishte tashmë atje, me librin e zi në dorë. Gratë e kishin përgatitur tashmë varrin në fushën e lartë, pranë selvisë së vjetër. Erdhi i gjithë fshati. Jo nga zakoni.
as nga detyrimi. Por sepse askush nuk donte që Zar të thoshte lam të mirë vetëm. Arkivoli u mbajt nga 4 burra. Dritë. I heshtur. Pa nxitim. Zarin nuk kishte nevojë ta telefononin. Kur burrat u ngritën në këmbë, u ngrit edhe ai. Ai bëri 2 hapa. Pastaj ai e ndoqi. Jo përpara. As prapa. Pran arkivolit. Si dikush që e mban pa duar. Gjatë rrugës, askush nuk foli. Vetëm zhurma e këmbëve në tokë të thatë. Fishkëllima e erës midis shkureve. Tingulli i kambanës së largët ra ngadalë. Fëmijët, të cilët normalisht vraponin, tani ecnin dorë për dore me prindërit e tyre. Gratë mbanin lule të kuqe të mbështjella me gazetë. Dhe qeni, me hundën ulur, me sytë e ngulur në drurin e bardhë, ecte me vendosmëri. Nuk shikova anash. Ai as nuk e tundi bishtin. Me të mbërritur në fush, ata e vendosën arkivolin pranë varrit. Prifti lexoi fjalët e largimit. Zëi ulët, i ngadalt. Ai foli për jetën. Të kohës. Kalimthi. Por askush nuk i dëgjoi të gjitha. Sepse të gjithë po shikonin Zarin. Ai ju afrua arkivolit. Ai e shtyu hundën anash. Pastaj ai u ngjit lart me 2 putrat e tij të përparme. Ngadal. Sikur të kërkonte leje. Ai qëndroi aty, me syt nga vendi ku do të ishte fytyra e Tefikut. Pastaj ai zbriti poshtë. Ai u shtri pranë saj. Jo përpara varrit, por pranë trupit, siç bënte gjithmonë pas ditëve të verës në balkon. Ndërsa ulën arkivolin, Zar bëri një hap përpara. Ai shikoi. Nuk bëri asnjë zhurmë. Sapo u ula. Lopatat filluan të hidhnin dhe çdo goditje ishte një tingull i thatë. Lulet u hodhën sipër. Edhe një shami. Një grusht krip, sipas zakonit të fshatit. Por Zar nuk lëvizi. Dielli kishte filluar të perëndonte kur të gjithë u larguan. Një nga një. Gjyshja me fytyrë të thatë. Djali nga fura e bukës. Nipi i fqinit. Të gjithë ndoqën të njëjtën rrugë, duke ecur lehtë. Por Zar qëndroi. I shtrirë në kodrën e tokës së butë. Putrat së bashku. Koka uli. Sikur e mbante ende. Si dikush që pret diçka që askush tjetër nuk mund ta javë. Atë natë, askush nuk e pa të kthehej. Ai as nuk hyri në fshat. Ai as nuk shkoi të kërkonte ushqim. Ai as nuk ushtri mbi qilimin në shtëpinë e vjetër. Ai fjeti atje. Në fush. Vetëm. Ditën e dytë, e njëjta gjë. Gjyshja doli me pak ujë dhe një leckë. E la aty pranë. Zar nuk luajti. Ai vetëm ngriti shikimin. Pastaj u mbyll përsëri. Frymëmarrje e shkurtër. Por i gjallë. Ditën e tretë, lulja e hedhur mbi varr filloi të thahej. Dhe Zar ishte ende aty. Veshët e varur. Trupi i ndotur me dhe. Por i vendosur. Siguri. Vetëm në ditën e katërt gjithçka ndryshoi. Djali i dyqanit ushqimor erdhi herët si zakonisht. Ai ngjitej ngadalë kodrës, duke pritur tashmë ta shite qenin në të njëjtin vend. Por ai nuk pa. Grumbulli i dheut ishte aty. Edhe kryqi prej druri. Pëllura e kripës ishte ende e palosur pranë gurit. Por Zar nuk ishte më aty. Ai thirri. Ai fishkëlleu. Asgjë. Ai zbriti poshtë dhe pyeti. Askush nuk e kishte parë. Asnjë shenjë e tij. Pa gjurmë. As edhe një ulërim. Vetëm boshllëk. Në fshat, heshtja u kthye. Dyert kërcitën. Soba u nxe. Rutina është rikthyer. Por ndryshe. Ai iku për të ri përtej. Ai shkoi ta ruante nga ana tjetër, tha gjyshja, duke ngritur kokën. Javën pasuese, ata vendosën një gur të vogël pranë kryqit të Tefikut. Pa emër. Pa datë. Vetëm një fjalë e shkruar me dorë, me qymyr, Zar. Thonë se her pas here, natën, dikush dëgjon një hap të lehtë atje lart. Ose një pshertim. Ose një gërvishtje në tokë. Por askush nuk ka frikë.
Sepse të gjithë e dinë, ka mungesa që bëhen prani. Dhe ka besnikëri që as koha nuk i heq.